si jeni? Welcome back. Sot kisha qef me fol për to turistat. I keni vore këto kohë të fundit, kanë ardhur lloj zhulsi. Domethënë, nuk është punë racizmi, okay? Thjesht ka ardhur lloj zhulsi që po si i pasur në Shqipëri me brek me gjithë. E ne po t'i vesh re, marrin makinë me vete, kanë makina, e mushin plot me ujë, me buk. Po ti pa vje për turizëm. Turizmi nëse, anyways. Ti po vje për turizëm valla. A ka ardhur për turizëm? Unë kur iki jashtë, edhe jam për qefin tim, pa lariu atje. Nuk e vras mene se mund të harxoj 1 milion lek, 2 milion lek apo 3 milion lek. Kur e kam da menjen në plas. Se kurse kam da menjen, rrim shtëpi gjithë ditën, punojmë, jetojmë edhe hajmë bukë si gjithë tjerët. Bukë e djathtë e kryp qeshe me zemër të bardhë. Anyways, po, më ka bërë shumë përshtypje këtë kohë të fundit kjo pjesë që kanë ardhur ata turistat. E ne po t'i vesh re, janë gjithë pa buksa dhe flasin për Shqipërinë, nuk më pëlqen kjo te Shqipëria, ja racista, janë kështu, janë asjë. Guys, we don't want you to be in Albania. If you want to come in Albania, don't speak about bad words for Albanians, you know? Because once we go outside, you know, when we go to Italy, Germany, or whatever, London, whatever it is, we don't speak any bad things for your place. So, ti qa drejqin të them, a kupton? Kam pa lloj video në TikTok aty, në YouTube, ka ardhur lloj zhulsi nga Amerika, nga Kazakstani, vene tjera plot. Nuk është punë racizmi, për zotin fare, për pjesën e racizmit. Problemi i vetëm është që vinë këtu dhe bëjnë si të pasur. Të thush ti kuj peti kanë lekë ata pas kanë lekë. Por robi që fshati që duket nuk do ka lau solla. I qish një 10-15 veta mund t'i kem pa unë që mund që hajnë brek me gjithë. Do thush ti ka qenë orar tekës kishë ku ma unë puk. Po pra, po s'është vetëm ky rast për pjesën e brekut me gjithë, merret traqet, si thënë, merret në thonjë sa kjo pjesë. Kështu që, thjesht nuk di, është bërë Shqipëria një nga rrëmbull i madh që kam pa këto kohë të fundit. Ne të Shqipërisë për ikim jashtë ata po vinë këtej, nuk e di. Ne na pëlqen jeta ndje aty ne pëlqen këtu. Është pak budallik, zhulslik të thashë. Nuk e di pse vjen në bëjnë si të pasur. Plus kësaj që bëjnë si të pasur, anyways, lene se edhe ne nuk jemi jashtë shumë. Kur ikim jashtë edhe ne ku me gjetë me lirë. Problemi është se flasim. E shife qa pisleku Shqipëria, shife sa keq si dhe njerëzit kështu, njerëzit ashtu, jo të gjithë. Nuk flasin gjithë shumë keq për Shqipërinë. Po, gjysma që kam pa unë, që kanë dalë në TikTok, vetëm kështu flasin. Jo me like se para 2-3 ditës. Po shikoja një. Ishe një afrikane. E hapa të unë, edhe kishe bo një set bazik me komente të tipit I hate Albania, e urrej Shqipërinë, e urrej këta, e urrej atë vend, mos u kthefsha më kur atje, mos kjo, mos ajo, njerëz pa edukum, njerëz seksista, njerëz kështu, njerëz ashtu. Vetëm se nuk i bën as screenshot, se s'kam nerva me bë video shumë, tako. Nuk e di qa drejqin është të ndalë, dhe më thënë, se di fare qa drejqin është të ndalë, me këtë lloj, me këtë lloj rrëmuje. Shumë keq është bërë kjo vend. Edhe sakt është bërë shumë vend i keq. Se vinë ata nga jashtë na sjellin, plus kësaj na sjellin ide të tyre. E po t'i vesh edhe shqiptarët kanë fillu tash se ka më problem për plas edhe për femrat. Me dalë shu, lakuriq fare, kupton? Një 7-8 vete e kena pa këtu, tu e s'pa bluzën mes qytetit, ne se pa bluze, haqë, gjithë kena e s'pa bluze do thoshti sa ke dalë nga plashe. Po femrat, me bikini. Okej, për djemë s'është problem. Po jo për të gjithë. Keni pa jo më dha.
doli mira i hajde femra. Po mashkull me brekin mes rrugës aty, pa bluze, vetëm brek, që aty si ishte në plazh, mes qytetit. Si nuk dole një shqiptar përshamë me i fol. Se kuptoj. Si nuk dole njoni përshamë me i fol me... Nuk e di, anyways, duket pak të çuditshme me thënë vete. Jemi shkatru pak si popull, pak pare, sa përshë. Edhe na kanë hypi qik pordët, ndoshta. Mendoj unë, përse. Nëse ka një gjohë, se gjithë kena pordë, po. Pordë me karar, më të keqe vllai se. Nuk e di, një lloj rrëmuje madhe këtu që s'di ta shpjegoj, ndoshta e kam vetëm unë, po se besoj që ta keni vetëm unë, e keni edhe ju, jam shumë i sigurt, po thjesht e mbani mlef brenda vetes tuaj. Pra, kjo është ideja, të shtoj mlef popullit dhe mirëpafshim, të ikim jashtë. Anyways, unë kisha nda menin një kjash, po do të thushtim plasë mos. Edhe mund të është të plasë shumë për ty, po. Po pak të nuk rik jashtë, nuk ka brek një gjithë. Unë për ulem si zotri në restorant. Inshallah, knaqem atje. 700.000 lekë të shkoj faktura. Kurse këta, ta vjen ku është me lirë. Ne jemi mirë, se ne ku shkojmë jashtë nuk është se shofim me të lirën fare, shofim atë mesatare, kupton? Pra ne kemi qef këtë e dumë vetën tonë, si popull. Edhe ku shkojmë jashtë në të paktën nuk shesim mend, nuk shesim pordha. Jemi okej, e kupton? Anyways, kaq kisha na thënë. Nuk di qatë. Ajde drejt e mirë. Ciao. Mos harroni të bëni like, share dhe subscribe.